الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. Parimi i radhës, parimi 11 që ka të bëjnë me realizimin e pendimit në jetën tonë, është ai që e përmendin dietarët dhe thonë se pendimi i njeriut qëndron mes dy pendimeve. Një pendim para tij dhe pendimi tjetër pas tij. Për nga e kanë marrë dietarët islam këtë parim madhështor, padyshim që e kanë marrë nga fjala e Allahut subhanahu wa taala në surën At-Tauba, thumma taba alejhim liyatubu. Pastaj Allahu u dha sukses atyre drejt pendimit në mënyrë që ata të pendohen dhe të kthehen me pendim te Allahu subhanahu wa taala. Pra fillimisht po e përmend Allahu tauben e Allahut. Pastaj tauben, pendimin e robit. Dhe në fund po e përmend se Allahu ua pranon pendimin. Dhe kështu po e vrem se pendimi i njeriut është mes dy pendimeve. Njërin para tij dhe tjetrin pas tij, dhe që të dyja i përkasin Allahu subhanahu wa taala. Pra e para është që siç e përmendin dietarët en yetub Allahu ala al-abd. Çfarë do thotë kjo? Që Allahu t'i jap sukses njeriut drejt pendimit. Allahu ta udhëzoj njeriun drejt pendimit. Ta frymëzoj njeriun që të pendohet, t'ia mësoj fjalët, t'ia vendos fjalët në gjuhën e tij me anë të cilëve ai pendohet. Që Allahu t'i jap njeriut përgjërim para tij subhanahu wa taala në mënyrë që ai pastaj të kthehet te Allahu me pendim. Pastaj Allahu subhanahu wa taala i jep sukses njeriut dhe njeriu e vepron do thot pendimin dhe kthehet me pendim te Allahu subhanahu wa taala. Pozita e tretë është kur Allahu ja pranon njeriut pendimin. Kur Allahu e begaton njeriun, i jep mirësi, i jep hajër të shumt dhe ja pranon pendimin. Ja pranon pendimin këtë njeriu i cili tër jetën ndoshta e ka kalu duke ja kthy shpinën Allahut subhanahu wa taala. Pra po e vrem se si pendimi i robit qëndron mes këtyre dy pendimeve. Pra Allahu është at-Tawwab dhe edhe është po ashtu edhe robi është Tawwab. Robi është Tawwab do thotë se ai kthehet shumë me pendim te Allahu subhanahu wa taala dhe Allahu është Tawwab me ka kuptimin se Allahu i jep sukses njeriut, ja mundson të pendohet dhe pastaj ja pranon pendimin subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.